shpirtin ma ka lodh buri me gjanat kota. As Ramazani thët kjo motër si andal gojen, njeri pandjenja. La ilaha illallah. Agjërimi synimin e ka final, thët Allah në Kuran, që t'ju shtohet devotshmëria. Devotshmëria është të jesh i edukuar, të jesh i sjellshëm, të ndalesh gojen, të mos ofendosh, të mos shash, të mos ja lodhe shpirtin të tjerëve. Aq më tepër familjes tane. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më i miri për jush është ai që sillet më së miri me familjen e vet. Jashtë rregullave islame asesi nuk lejohet me u sjell. E brenda rregullave islame sillu me ato rregulla, pastaj qefat e njerëzve na kërkushën të mundemi me i plotësua, kërkon s'muj me qurë në qiell. Por, mos i bën kërkuj zullum. Sillu me dinin Allah, ta kesh frikë Zotin, o ti musliman. Prandaj kjo gjendje e kësaj motrës nga burri i saj është për të ardhur keq, edhe është një pikpyetje e madhe se pejgamberi alayhis salam e ka përmend një vesk gënjeshtrën, kush gënjen edhe punon me gënjeshtër. S'ka kur fardobin nga agjërimi i tij, që lën barkën thatë pa buke pa ujë. Nëse nuk reflekton tek shpirti, tek zemra, tek truni, te imani, te edukata jote, ky agjërim, atëherë thjesht do të rrim vetëm etur. Unë nuk po them që ky me prish agjërimin, por po them që le të reflektoj ky agjërim te ti. E ti motër Zoti ty të bekoftë të dash khajret dhe sabër. Ma shumë nuk guxoj me të thonë. Ndoshta dikush edhe thot, ndajo mos rri me ta, mos e ngata. Jo, analizoj dosane. Po, ban me u konsultu me familje, me. Pastaj që ka vendosë është e jotja. Por jo me një përgjigje Instagramit të ngutshme, të shpejt, mos marrë mendime që janë shumë të rëndësishme për jetën edhe mund të kenë pasoja. Allah e përmirësot burrin tonë, ty ta shluft sevap krejt këtë sprovë.